Stefan Zhonga është rritur në mes të pyllit dhe është krenar për origjinën e tij, në fshatin Kër të Drobullit Sipër. Pas 6 dekadash jetoi, mësoi, studioi dhe u kujdes për pyjet në malet e Murganës dhe të Stugarës, ndërsa vitet e fundit i është përkushtuar Parku Natyror Bredi Sotirës dhe ka informacion të plot në lidhje me vizitueshmërinë e tij, si gjatë muajve të verës, ashtu edhe gjatë 12 muajve të vitit. Çdo vit ka që vinë nga vende të ndryshme, unë bëj thirrje të vizitoj në Parkun Natyror të Bredi Sotirës, se ka shumë gjëra për të parë e për të shikuar, e për të shijuar ujët, burimet e ujëve. Përveç Bredit mund të ketë ka jeshile, ka lloj druresh të tjera që mund të shikosh, vetëm oksigjen që të marrë ajër të pastër është çdo gjë që ja kushton që të vizitosh penin Bredin e Sotirës. Sa lloje pemësh ekzistojnë në Parkun Natyror të Sotirës? Parkun Natyror të Sotirës ekzistojnë mbi 100 lloje pemësh, druresh që janë të domosdoshme, si për edhe bime medicinale si çaji, cerebeli, rigoni, gjëra të tjera, mund të kalosh kohën pa e kuptuar. Tashmë, ai realizoi ëndrrën e jetës. U diplomua si inxhinier para 3 javësh në Fakultetin e Shkencave Bijore të Universitetit Bujqësor të Tiranës, mbart mbi 10 vite jetë, por populli nuk thot kot. Më mirë vonë se kurrë.